Teatri Migjeni, tempulli i artit ku e nisi hapat e parë dhe kori sukseset më të mëdha, hapi dyert këtë të martë për të nderuar aktorin dhe regjisorin Bruno Shlaku. Në një atmosferë festive me miq, kolegësh të skenës dhe bashkëpunëtor të një jete, u kremtua 70 vjetori lindjes së artistit që i dha shpirt 10 roleve epike dhe dramatike. Te historia e teatrit, për të vetën arsye se Bruno është djali i një të mallit si Lec Shlaku. Dhe në bazë statistikave që kam gjerë nga historia e teatrit, në një periudhë 9 vjeçare, baba i Brunos, i malli Lec Shlaku, ka vendos 3 ose 4 premiera në vit, pra që nga viti 1951. Dhe deri në vitin 1959 ka vendos 28 shfaqje për 9 vite dhe ka vite që ka vendosur edhe 4 premiera në vit. Edhe 2 për herë. Është e vërtetë. Kjo trashëgimi e këtij babai domethënë u pasuru edhe nga aktiviteti i Brunos dhe jo vetëm. Bruno Shlaku, të uroj 70 vjetori, e ke majtë mirë atë këshill me dignitet artistik, profesional dhe moral, ke mbrojt emrin e teatrit Migjeni. U bash i lumtur, plak i moshëm e tanat mirat të uroj. Edhe i 100 vjeç u bash. I lindur në 3 shkurtin e 1956 në Shkodër, Bruno Shlaku mbart në vete një trashëgimi të pasur artistike si djalë regjisorit mirënjohur Lec Shlaku. Fillimet e tij datojnë që në moshën 11 vjeçare në teatrin Skampa, por pjekuria e tij artistike u vulos në vitin 1982 kur u emërua aktor profesionist në teatrin Migjeni. Gjatë karrierës së tij, Shlaku ka interpretuar 10 role duke u shuar për temperamentin sanguin dhe fuqinë dramatike, profilin epiko-heroik, veçanërisht në rolin e Palit tek Gjaku i Arbrit, zërin unik dhe recitimin e vargjeve të fishtës të mjedës e Migjenit. Bruno Shlaku mbetet një nga aktorët më të talentuar të gjeneratës së vet në teatrin Migjeni. Skenës së këtij teatri i dha një frymëmarrje të re përmes talentit të spikator dhe të realizimit të shumë figurave si të Çështja e Blertës, Generali i Ushtrisë vdekur, Hetimi, Gjaku i Arbrit. Në figurën e Palit, po ta rikujtojmë, do të shohim elementin baladesk të aktorit, i cili e shpërfaqi figurën e Palit me përmbajtjen me ngjyrat dhe është një nga figurat e gdhenura edhe të skenografisë dhe të filmit shqiptar. Për të uru dikimin e 7 vjetë, një prej të mrekullueshmëve tanë, një prej aktorëve tanë më të dashtëm, një prej atyre që u shndrru në simbol nga legjendat, për t'i dhënë jetë vazhdimësisë trupës të teatrit tonë. Dhe ky është Bruno Shlaku. Bruno Shlaku la gjurmë të pashlyeshme edhe në kinematografi, nga filmat klasik si Flaka e Maleve dhe Balada e Kurbinit, deri tek sukseset ndërkombëtare si Busulla me regji të Bujar Alimanit dhe filmi Gjallë në vitin 2009.